Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës të këtij ligjëratave, bukuritë dhe mësimet e kryerjes së haxhit. Dhe kemi thonë që haxhilerët, po dhe ata që dëshirojnë me shku në umre, lakmojnë me shku në ato vende, nga se Mekkeja është qyteti më vlerë. Dashuria e madhe për këtë qytet ishte evidente dhe prezente edhe tek gjeneratat e para, tek ata që ishin më të mirë se ne, tek ata që respektonin shejtrinë e vendeve të shejta. Sa që disa prej të parëve tanë, sidomos prej sahabëve, nga dashuria që kishin për Mekën, shpesher recitonin poezi për të. Prej tyre ishte edhe Ebu Bekër as-Siddiku radiallahu an, i cili një ditë prej ditëve duke bua tawafin rreth Ka'bës, ndërkohë recitoi një poezi për Mekën dhe thot, oh, e dua Mekën nga një lugin, pra një tokë me familjen time dhe farefisin tim. Kur e tha këtë fjalë apo këtë poezi të shkurtër Abu Bekri, aty afër tij ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam, i dërguari i Allahut vendosi dorën e vet mbi supin e Abu Bekrit dhe tha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atëherë Abu Bekri tha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Transmetohet nga Abdullah ibn Adi radiallahu an, i cili ka thënë, e kam parë pejgamberin alayhi salatu wassalam duke qëndruar mbi rafnalt dhe tha, pasha Allahun, ti e toka më e mire Allahut Azza wa Jall dhe toka Allahut më e dashur në tokë, sikur mos të isha dëbuar nga ti, nuk do të isha dalë kur prej teje, o i Mekë. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dashur me tregu që nuk ka dashur me dalë nga Mekja dhe banimi në Mekë, mirë po është detyruar për shkak pengesave të praktikimit besimit me lënë Mekën dhe me dalë prej Mekës. Njëri prej dietarëve thot, kush jeton afër haremit Ka'bës dhe zemra e tij është e lidhur me të, do thot me diçka tjetër përveç Allahut, ai vetë se ka shfaqur falënderimin e vet. Por njëkohësisht dashuria për Mekën është me vlerë dhe banimi të është me vlerë, por nëse ndodh që Allahu ta bën nasib me shku atje, qoftë me kry haxhin umrën apo me qëndru atje me banu, edhe përkundër kësaj të mire që Allahu ta ka dhënë në zemrën tonë, ka diçka që do thot ka më vlerë se Allahu Azza wa Jall, atëre kjo është falimentim për personin e fjalës. Do thot edhe begati, por njëkohësisht është edhe përgjegjësi. Hadithin e fjalë na tregon për mirësinë e madhe që ka Mekja dhe nderimin e madh që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë këtij qyteti. Dhe nëna e vendbanimeve, Umul Qura, është quajtur Mekja dhe normalisht ka qenë dashur dhe është dashur te Allahu Azza wa Jall dhe ka qenë dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dietarët kanë thonë që hadithin e fjalë aludon se Mekja është më me vlerë se sa Medina. Gjithashtu të duash diçka që Allahu e don është prej imanit dhe të urresh diçka që Allahu e urren është gjithashtu prej imanit. Pra Allahu e don Mekën, andaj edhe ne duhet ta duam Mekën. Allahu e don Medinën, andaj edhe ne duhet ta duam Medinën. Allahu e don Shamin, e don Xhamin, Allahu e don, do thot Kutsi Sherifin, Palestinën, edhe ne duhet ta duam ata. Gjithashtu hadithi është argument, do thot dhe pohon një cilësi prej cilësive të Allahut Azza wa Jall, që do thot se Allahu do diçka dhe urren diçka xhelalu ala, ashtu siç i takon madhnisë e tij subhanahu wa taala. Andaj ai i cili është mësu me shku shpesh në haxh dhe në umre, normalisht që vren mungesën e Ka'bës kur kthehet në vendin e vet. Ebu Sufjani thot, qëndrova me Xhabir ibn Abdullah radiallahu an në Mekë te fisi Fakhr për 6 muaj. Pastaj thot, ata i Rabah qëndrojnë në Mesjidil Haram për 40 vite duke u fal vazhdimisht, duke bërë tavaf, duke përhapur dijen. Ndërsa khalifi muslimanëve Abbasid në atë kohë, Harun al-Rashidi, kur qëndronte në Mekë, pra bënte tavaf pas çdo namazi dhe kur e falte namazin e ikindis, bënte tavaf vazhdimisht
dhe në kohën e namazit të akshamit. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thotë pasi e urdhoi Ibrahimin alayhis salam me ndërtu qabën me Ismailin, i tha wa adhin fi nasi bil hajj rijalan, dhe thirrë njerëzit me kry haxhin. Atëherë shumë pejgamberë të Allahut Azza wa Jall ju përgjigjen ftesës së Ibrahimit alayhis salam, po dhe musliman deri në gjykimit. Pra, i para për tyre që i kreu haxhin ishte Ibrahimi, pastaj Ismaili, pastaj Musai, Yunusi, edhe pastaj vazhduan me kry haxhin të gjithë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall deri tek pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton se një ditë pejgamberi alayhis salatu wasalam kaloi pranë luginës El Azraq, edhe tha, cila luginë është kjo? I thanë, kjo është lugina El Azraq, ja Rasulullah. Tha, sukër jam duke shiku Musajin alayhis salam duke zbritur pra një rrugë mes dy kodrave, dhe thot, e ngrinte zërin duke përmendën Allahun me telbijen, pra duke thonën labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Pastaj kur arritet e kodra, Hersha tha, cila është kjo kodër? Tha, është kodra Hersha, thanë shokët. Atëherë tha pejgamberi, sukur jam duke pa Yunus ibn Matta alayhis salam, do thot pejgamberi Allahu Yunus alayhis salam, i cili kishte qenë hypur mbi deve të kuqe, të majme, dhe kishte veshur me vete një gjybe të lesht. Litari që mbante me devën është nga fibrat e palmës, dhe duke kaluar në këtë vend, pra dhe ai e bënte telbijen për haxhin. Pra, edhe pejgamberët e Allahut Azza wa Jall e kanë kry këtë kusht të pesë të Islamit, nga se çish kanë thënë ulemaja, haxhi është një nga shenjat e Allahut Azza wa Jall dhe nga një nga shenjat e pejgamberëve të Zotit xhelle wala. Andaj gjithashtu tregon edhe se pejgamberët e Allahut Azza wa Jall gjatë haxhit do thotë kanë përmendur Allahun Azza wa Jall sa më shpesh, sidomos kur kanë hyrë në Kabe, në shtëpinë e Zotit xhelle wala. Gjithashtu telbia bëhet duke ecë në për rrugë, në për lugina, në ngritje, zbritje, pa ndërprerje. Dhe normalisht përmendja e Allahut me la ilaha illallah ka qenë do thotë traditë, edhe ka qenë një simbol i gjithë pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Edhe telbia është një shprehje, do thotë në nshtrimi për ulje ndaj Allahut Azza wa Jall, se ti je duke ecur edhe duke shku për ta vizituar Kaben dhe për ta kryer këtë obligim madhor në Islam. Nga se pa të quajtur ftesë Allahu Azza wa Jall nuk bëhen sebepet me shku në haxh. Nëse Allahu ka bërë caktim me kry haxhin, atëherë edhe sebepet vinë, edhe rrugët lishohen dhe lirohen, edhe bëhen gati që ti me ju përgjigj ftesës së Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye, me të drejtë ai i cili shkon në haxh, pra i përgjigjet Allahu duke thonë labbaik Allahumma labbaik, të përgjigjem ty o Zoti jam, të përgjigjem, labbaik la sharika lak, labbaik, të përgjigjem tyje, se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pas teje, të përgjigjem ty, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, me të vërtet falënderimi, begatit dhe sundimi të takon vetëm ty o Zot, la sharika lak, ti nuk ke shok, të thotë nuk meriton askush të adhurohet pas teje, ya rabbal alamin. Normalisht tham që haxhi në Kabe është simboli i pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, dhe madhështia e vendit edhe e Kabës arrihet atëherë kur ti e kalon kohën në Kabe apo në atë vend që kanë shkel pejgamberët e Allahut Azza wa Jall duke badhru Zotin xhelle wala dhe duke kryer ibadetin me sinqeritet dhe duke pas në mendje që ti u ke përgjigj thirrjes së Ibrahimit alayhis salam. Nga sa Allahu Azza wa Jall kur ndërtoi Ibrahimi alayhis salam Kabën me Ismailin djalin e vet, i tha Zoti wa adhin fi nasi bil hajj, dhe thirrni njerëzit me kry haxhin. Në atë kohë çish me thirr njerëzit, nuk ka pas rrjete sociale, nuk ka pas mikrofona, nuk ka pas mjete komunikimi. Mirpo Allahu i ka thonë thirrni njerëzit. Ti takon me thirr njerëzit. E pastaj çish u shkon selami aty me marr në haxh, kjo çështje i takon Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu haxhi apo kryja e haxhit na kujton neve se në ato vende ku shkel ti në haxh, në Kabe, Muzdalife, në Arafat, Mina, pastaj ki që marrën xhaminë e pejgamberit me kujtu që para teje kanë shkel pejgamberët e Allahut.
Ibrahim a.s., Ismaili, Yunusi a.s., Musa a.s., Muhamedi a.s. Jonë vende që ti shkel, jonë vende që në ato vende kanë shkel burrat mëdhaj, ka shkel Ebu Bekri, ka shkel Omeri, ka shkel Othmani, dhe vetë kjo ndjesi tyje t'jep me kuptu që Allahu Azza wa Jall ka privilegju me shumë vlera. Dhe ata që s'kanë mujë si vetë me shku në hax, kur i dëgjojnë këto elemente, këto gjëra, do të ishtohet dashuria për me shku në hax dhe bojnë jetë që me njëherë vitin tjetër që vjen me shku me vizitu shtëpinë e Allahut Azza wa Jall. Normalisht i dërguari Allahut na bën nxitje për kryen e haxhit dhe kjo nxitje është me modesti, jo me dhunë, por në nxit neve dhe tenton me na prek emocionalisht nga aspekti pozitiv që edhe na ta kryjmë këtë haxh, këtë kusht të pesë të Islamit, ashtu siç e kanë kryer pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Ngritja e zërit me telbije, normalisht është prej sunetit dhe është e lehtësuar, nga se kështu do thotë e kanë ngrit zërin, do thotë edhe pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, do thotë duke thonën labbaik Allahumma labbaik. Zakonisht telbia duhet më thonë veti, po të na thonë zakonisht haxhit bashk, ndërsa sa i përket gratë, do thotë e thonë telbien aq sa janë din veshi vet, do thotë zonin që ato e qesin prej goje. Do nuk ka nevojë me ngrit zonin si burrat, por nuk ka nevojë do thotë ata me thonën vetëm veti, por aq sa janë din veshin. Dikush mendon që ngritja e zonit është me bërtit sa më shumë. Se normalisht na dim këtë njerëzit se kanë zonën e njëjtë. Edhe nuk ka nevojë me bëj sjellje pa hishme, po e ngrit zonin aq sa do thotë ka nevojë me ngrit. Gjithashtu besimtari duhet të interesohet para se me shku në haxh, do thotë ta bëjë një falloj ngritje nivelit dijes, një falloj arsimimi. Për të arsye preferohet që spaku 2 javë apo 3 javë para se me shku në haxh me marrë trajnim me hoxhallarët. Se nuk është interesi vetëm me organizu umre, me ja marrë haxhive parat edhe haxh edhe u krij kjo mesele. Jo. Ato që ti po dëmon me marrë përgjegjësi, ai që ta ka besu ty amanetit, i ka pru 7.000 euro me shku në haxh, mos me llogarit vetëm si klient, mos me llogarit sikurse një plus për tyje, aspektin material. Aja ka moralizu se s'ka ku me shku, po mu llogarit për ty si një përgjithësi, si institucion fetar pas Islamit, si hoxh, që ky haxhi që ta ka besu ty këtë amanet, me shku me sigurinë haxh, edhe mos më u kthy prej haxhit vetë duke kryer haxhin me brur. Se unë nuk besoj që ka njëri që i paguën 7.000 euro haxhin, largohet për familjes 3 javë, edhe shkon e vjen edhe se ka gojla ju ka bu kabulla, ja me dur në xhepa. Jo mëre. Pse unë i kumon këto pare? Pse unë po lodhna? Dhe ai që ta ka marrë amanet përgjithësi këtë çështje, e ke për detyrë që mos me lënë rahat aspektin me pyet kur aty nuk din. Gjithashtu haxhi do thotë do të kryhet edhe nga pejgamberi Allahut azza Isa. Dhe kjo do të jetë si madhështi e çabës. Nga se na dim që Isa a.s. nuk ka vdek. Nga se Allahu azza wa jalla ka thënë krishterëve dhe katolikëve, edhe hebrejve, po kush e ka mbyt, wa man qataluhu wa man salabuhu walakin shubbiha lahum. Isain as e ka mbyt, as e ka ngushtu, po ju ka përgjatur. Ai është gjallë, është Allahu azza wa jall, dhe Zoti xhelalu ala para se më ndodh kiameti e zbret Isain. Dikush mundet me vetë një pyetje, a ka hoç? Ju po thoni që pejgamberi është vula e gjithë pejgamberëve. Po, çashtu është. A kënej po thoni që para se me u bë kiameti për me mbyt Dejjallin ka me zbrit Isain Zoti. Po, Isai ka me zbrit, po jo si pejgamber. Ka me zbrit në tokë me mbajt drejtësi, edhe me mjell drejtësi, edhe me mbyt Dejjallin. Por Isai esram ka me gjyku me shariatin e Muhamedit esram. Se nuk ka pejgamber pas pejgamberit esram, sa është vule pejgamberve. Nuk ka shariat pas Kur'anit, se shariati apo vula e shariateve të Allahut është Kur'ani famlar. Andaj edhe Isai esram ka mazit para kiametit, edhe ka me kry haxhin me lejen e Allahut azza wa jall. Tasmatën Abu Huraira se ka thonë pejgamberi esram, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jem, i biri i Meryemës, Isa alayhis salam, ka më unis me vizitu qabën, do thot, dhe ka më unis nga vendi Fejur Rauha, është një vend mes Mekës Medinës, do thot, dhe ka më unis edhe për haxh, edhe ka më unis për me kry umrën. Thot Imam Nevaviu,
kjo do të jetë, do thotë ndodhe pas bidjes së Isait alayhis nga qielli në kohën e fundit pra akhiri zaman. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam e ka kundërshtuar traditën e idhujtarëve në haxhin e tij të parë dhe lamtomirs, nga se ka qëndruar në Arafat deri në perëndimin e diellit dhe u largua nga Muzdalife pas bardhjes së agimit dhe para lindjes së diellit. Pra, ata që nisën për Arafat, do thotë është mirë që me qëndru në Arafat deri në momentin kur perëndon dielli. Dhe kur perëndon dielli më unis për Arafatit, qoftë në kom apo me autobus, edhe me shku në Muzdalife. Shumë prej xhilerëve tan, do thotë ose rrin deri ka gjysa namazit të Muzdalife, e bashkojnë akshamin dhe yatsin, edhe më parafrueshme është që me nejt Muzdalife me bujt, me falë edhe sabahin, e pastaj pas lindjes diellit me shku me gjujt gurt në Mina, në Xumarat, e pastaj disa prej xhilerëve do të shkojnë, do thotë lirohen në hotel, e disa prej tyre do thotë shkojnë në Mina, vazhdojnë dhe bujnë atje. Gjithashtu shpesh njerëzve ju intereson që a me bëu tavaf më shpesh të ukon Qabe, qysh me kalu kohën, edhe gjatë tavafit, a duhet me pas abdes dhe a lejohet me fol gjatë tavafit. Normalisht biseda në tavaf është e lejume, po duhet me pas kujdes që mos me fol biseda të dunjas, të rëndomta, nga se ki mu sjell 7 herë ki obligim. Dhe gjatë kësaj këtij rretullimi dhe kësaj sjellje duhet me qenë gjuha jote, goja jote me përmendje Zotit, edhe duhet me qenë gjuha jote dhe goja jote me madhrim të Allahut azza wa jall. Disa dietarëve apo këtë rast shumica kanë thonë që tavafi fillohet me abdes. Edhe nëse ndodh dikush gjatë tavafit e prish abdesin, edhe ka frikë që nëse del pi grupës, dahet pi xhamatit, ka frikë që hub, edhe s'di mu kthit e mas, apo hub krejt, atëre kanë thonë përderisa ka filluar me abdes, vazhdon e përfundon tavafin. Kur ta bitisë tavafin, normalisht me kërku diku prej dikujt nga grupi, me shku me marr abdesin, prap me përsërit, edhe me fillu me bëu pastaj sajin tek Safa edhe tek Merwa. Pejgamberi alayhis salam, ashtu siç ka transmetuar Ibn Abbasi, e ka krahasu tavafin me namaz. Ka thonë dërguar Allahut, tavafi rreth Qabës është sikurse namazi, vetë se ju në tavaf flisni, andaj kush e ka bërë niyet me fol tavaf, mos fole diçka keq, por le të fole vetëm fjalë të mira. Pra tavafi ka vlerë të veçantë në fenë e Allahut azza wa jall, dhe kjo vlerë theksohet edhe vrehet qartë momentin kur tha pejgamberi sallam, tavafi, rrotullimi rreth Qabës është një lloj namazi. Andaj përderisa pejgamberi rrotullimi rreth Qabës e ka krahasu dhe e ka shembullu me namazin, jep me kuptu që hamen, do thot e ka, do thot sevapin e namazit. Për shembull, dikush e ka rrugë xhumin, edhe po ka qef me kalu kohën në Qabe, me fal namaz priton në atë kuptimin e fjalës e merr xhumin, edhe në vetë namazit çka me bo, sillet rreth Qabës. Do thot ja ki me fal namaz, ja ki me bo tavaf shtesë. Dhe normalisht tavaf shtesë duhet me mundu me bo sa më shumë vetëm për veten tonë. Gjithashtu preferohet që në tavaf me bo dua dhe lutje, se na e dim që namaz njëri çka bën. Secili prej neve kur lidhet namaz çka bën, edhe elhamin kur ta lexojë, edhe elhami është lutje. Pse? Ihdinas siratal mustaqim. O Allah, na uzo në rrugën e drejtë. Kjo është dua lutje që ti e bën, sa që lexon elhamin. Pastaj në të ja doa dhe lutjet. Pastaj doa dhe lutjet pas namazit. Andaj pejgamberi e ka krahasu tavafin me namaz për të treguar që edhe tavafi, do thot, është vend ideal dhe potencial që njeri me i shpeshtu sa më shumë doat dhe lutjet, se na dim që prej momenteve kur doat dhe lutjet bëhen ma let kabull, është kur njeri është në namaz. E në këtë rast është kur është njeri në tavaf. Se cili prej neve ka gajle derte, duhet me shfrytzu tavafin rreth Qabës, qoftë për umra apo edhe për hax, me bo doa lutje, dhikr dhe me madhru Allahun azza wa jall. Gjithashtu na dim që namaz nuk lejohet me fol. Ama në tavaf lejohet, po lejohet me fol suaza caktuar. Vetëm kur është nevoja, edhe nuk lejohet me fol çështjet e dunjas, po lejohet me fol vetëm diçka mirë. Çështjet e dunjas është kry tavafin, edhe normalisht s'di me bu doa, s'di lutje, s'di as pse ka ardhur në hax. I shef ata filipinez 50 shkojnë rënd,
Ki ngrave qete të bo do këtë, kështu më ta shkurri kanë rend. Ai qetri shefe ka boj ihrami viron. Kështu më shej pas ka bo ki ihramit. Ki qetri është djersit shumë, ku era njerëz ku vjen. Ai qetri kështu. Çdo gjë e kështu me mimik në tavaf, subhanallah. Ti shku mi kështu njerëz çfarë ihrami ka, apo njerëzitet, apo vjen njëra as vjen njëra. Ti je në tavaf, je përballë Çabës, je vendin më të shenjtë tokë. Nuk ki vak me kështu kërkon. Nuk ki vak me vol fjalë pa nevojë. Po është një moment që është për ty parko, është moment kur ty bën dua dhe lutje. Na vetë kena pa ma xhiler ton, shumë për atyve s'din ngratet, Allah i fal, fajt i kanë shumë xhallart. Hin tavaf sillet 7 herë sillet rreth Çapës, një sahat. A u lutet diçka xhi, jo valla çes ju. I këshyra dritet, plotzoi për mi Çabe, këtë ora pa kshi, që i kështu shakta të zit, veç po sillen, këta kçer këtu, la ilaha illallah. Ja kish kumë këtu televizor atë, kish kumë këtu. Ti kish kumë bë tavaf, me bë dua lutje. Andaj o xhallar duhet me qenë kujdesshëm. Mi këshiru haxhit edhe haxhiket që mos me u hutu me gjëra pa nevojë gjatë tavafit. Çështja e folit namaz, të ndrua vëllezër shpesh herë ndodh në xhami. Për shembull, kur të lidhësh namaz, po vjen për shembull, ki hongur diçka dhe ose ke pitë një sok gazum, ose i thart pa potencu çfarë. Edhe normal që mas sokit gazum ka marrë guksimi. Edhe si ti je namaz 4 farz, ka ardhur tu me shfri gumët. Shkoror, shfog jam guksime, a çesë ku më kon të shtëpia. La ilaha illallah. E çel gojën se ku më kon papagall. Ti s'ka armë edhe këtu me ta ngu njerëz guksimin tonë, mos zotni. Tu kjo armë mësesh dhe mira Zotit, më fal para Allahit. Ja bëj një pyetje. Nëse thirr kryetari i komunës, i shtetit, kush do koftaj, edhe vjen me guksu shka i thu, më fal me pak. Edhe ja ndalë edhe zonën. Në xhami e çon kryet ka guksimi. Shkoj ku ka kolla të nal. Po para Zotit do çuçan që dal. Për mua gukso që ditën. Ai qetri i vjen diçka lezetshëm namaz, ai vjen me diçka. La ilaha illallah. Çti me kështu namaz shoh po apo fola shoh to po gjineri kështu. Ose i bie diçka mendën nervozon duke qenë. Allah, para Zotit që dal, ej. La ilaha illallah. A dini sa njeri jetë pa namaz të bo gjeste pa lidhje? A dini sa njeri jetë pa namaz të bo që si gjeste? Kjo nuk është e folme direkte, po është e folme që s'ka të bëj me namazin. Ta prish namazin, anë e kujdesbe, po të më bo pak ma të vëmendshëm, me mor abdes, me bo kabul milion punë, ma anë xhami, edhe hajtë që shtekët i më fali, jo marë vëllasë kjo punë kështu. Anë edhe në Çabe, është të vërtet në tavaf lejohet me fol, ama jo është gjithitë me fol. 7 herë sillet një sahat rreth Çabës. Një esi bjen me lutje me thonë Allah fal ma baban, fal ma nonën, fal mua, vllazit mi, motra, halla, doja, teze, lutu bre. Se ki shku në Çabe me u lut. Gjithashtu, dietarët kanë thonë që nëse do thotë e prish abdesin gjatë tavafit, edhe është mundësia me dal me ndru abdesin, më mirë është me dal me ndru abdesin. Pse? Respekt për fjalën e pejgamberit, edhe respekt për Çabën. Çabi është vendi pastër. Çabi është vendi më i shenjtë tokë. Andaj mos ta mundsoje ty, mos u bën pi atyve që shkelin pllakën Çabe, edhe e prekin Çabën me dorë, do thot pa qenë me abdes. Respekt për çka? Për Çabën, edhe respekt se pejgamberi ka thonë tavafi rreth Çabës është një lloj namazi. Arrin namaz njëri pa abdes rrin. Andaj respektoj fjalën e pejgamberit. Kuptohet nëse ka mundësi, nëse friksohet dikush që me dalë me ndru abdesin, me shku në tualet, Allah ju nderoft, e hub busullën edhe i hub xhamatin, e hub grupin, atëherë mazi ka hima abdes kanë thunë moja, bën përjashtim edhe e përfundon çashtu tavafin. Me vetëm qëllim, do thotë që me bu me dije që ki shku në vend shejt, ki shku në vend bekum, edhe me qenë sa më i pastër, nga se aq më i pastër me abdes, me rroba, edhe aq më i pastër me zemër, aq më afër je te Allahu Azza wa Jall. Aq më i papastër rreth këtyre gjërave, aq më shumë je larg nga Zoti xhelalu ala. Nga se shumë njerëz kujdesen për veshmbathjen e jashtme. Kujdesen për ato që është e dukshme. Këtë rregull është mirë mu vesh bukur, mu duk bukur, ama më mundu që këto që kemi brenda, zemrën me pas më të bukur se sa këmishën, kravatën edhe pantallonat. Elo Zotë e madh që xhilerët tonë që kanë shkuar atje, Allahu t'ja mësoj me kry haxhin që duhet, Allahu t'ja bëj kabull këtë obligim, nësa neve që jemi këtu, Allahu na pranoj duat edhe lutjet, mos harrojmë që ditën e Ajit është dita e Arafatit. Andaj kush e agjiron këtë ditë, Allah ja fal gjunat e kaluara dhe tashmet,
ndërsa dita e premte sot një javë me lejen e Zotit xhelalu ala dita e parë Kurban Bayramit. Zoti dhe mësimiro, elhamdulillahi rabbil alamin.